Ngjarja e rëndë që tronditi drejtsinë shqiptare mori përmasa dramatike pas ditën e së hënës në gjykatën e apelit në Tiranë. Elvis Shkambi, 30 vjeç, ka qelluar me armë zjarri 3 herë ndaj gjyqtarit Astrid Kalaja, pasi u dha vendimi kundër xhaxhait të tij Gjon Shkambi për pronën e ish shkollës së rezervave në lagjen Skanderbeg, pronë që sipas autorit pretendohej të ishte e tij dhe ku jetojnë 31 familje që për vitet 1992. Babe Bir, Akib dhe Elvis Kurtaj, palë në procesin gjyqësor, mbetën të plagosur në atentat. Pas vrasjes, autori ka qelluar edhe ndaj një nënpunësi gjyqësor dhe ka qëndruar në oborr me duar në xhepa, duke mos u identifikuar menjëherë. Raportohet se 30 vjeçari pretendon se nuk ishte menduar paraprakisht vrasjen, duke argumentuar se vendimi kundër tyre e nxiti të qelloj, megjithse ka hyrë në gjykat me armë zjarri. Policia tregon se gjatë hyrjes në gjykat, detektori metalik ka sinjalizuar pranimin e armës, por roja e sigurisë Banush Koxhaj nuk e ka kryer kontrollin dhe as regjistrimin e personave në protokoll. Në ekranin e detektorit është sinjalizuar prezenca e metaleve, duke ndezur dritat e kuqe, por shtetasi BK me detyrë punonjës sigurie pranë gjykatës apelit Tiranë ka qëndruar i ulur në karrike dhe nuk ka kryer asnjë veprim për kontrollin fizik të këtyre shtetasve apo regjistrimin e tyre në librin e protokollit, ku duhet të evidentohen të gjithë personat që hyjnë dhe dalin nga ambientet e gjykatës. Gjon Shkambi, 56 vjeç, dyshohet se kishte dieni për planin e nipit dhe nuk ndërmori asnjë veprim. Roja e gjykatës akuzohet për shpërdorim detyre, ndërkohë një vit më parë xhaxhai i Shkambi kishte paralajmëruar në një emision televiziv për veprime të dhunshme lidhur me konfliktin për pronën. Të arrestuarit përballen me akuza të rënda. Elvis Shkambi, vrasje funksionarëve publik në bashkëpunim, vrasja në rrethana cilësuese mbetur në tentativë ndaj 2 personave dhe armbajtje pa leje. Gjon Shkambi, vrasje funksionarëve publik në bashkëpunim dhe vrasje mbetur në tentativë. Banush Koxhaj, shpërdorim detyre. Si pasojë e ngjarjes, seancat në gjykatën e apelit dhe të gjitha gjykatat e vendit janë pezulluar për sot, ndërsa flamuri është ulur në gjysmështisë. Sot do të mbahet një ceremoni private për gjyqtarin e ndjer, ndërsa nesër do zhvillohen ndërime shtetërore në pallatin e kongreseve. Astrid Kalaja do të përcjellet për në banesën e fundit në Shkodër në 8 tetor. BBC, CNN, Al Jazeera dhe deri tek The Guardian, mediat më të mëdha botërore, kanë pasqyruar me tronditje ngjarjen e rëndë që ndodhi në Tiranë, ku gjyqtari Astrid Kalaja u qellua për vdekje brenda sallës së gjyqit. BBC thekson se gjyqtari ndroi jetë gjatë rrugës për në spital dhe se 2 persona të tjerë u plagosën në përplasje që nisi nga një konflikt pronësie. Sipas këtij mediumi, tragjedia e ndodhur në ambientet e gjykatës ngrish shqetësime serioze për sigurinë e gjyqtarëve dhe qytetarëve që marrin pjesë në proceset gjyqësore. Giganti mediatik anglez përcjell edhe reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili e cilësoi vrasjen si akt kriminal që kërkon përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit dhe bëri thirrje për maza më të rrepta sigurie në gjykatë dhe dënime më të ashpra për armbajtje pa leje. Në analizën e saj, The Guardian citon reagimin e presidentit të Republikës Bayram Begaj, që e përshkruaj ngjarjen si një sulm të tmerrshëm ndaj të gjithë sistemit të drejtësisë, ndërkohë CNN sjell në fokus reagimin e kreut të opozitës Ali Berisha, që e lidh ngjarjen me pasigurinë në vend, ndërsa prokurori i përgjithshëm Olsian Çela thekson se siguria e gjyqtarëve duhet të forcohet në çdo aspekt. Al Jazeera, duke cituar të dhënat e qendrës për kontrollin e armëve, kujton se vetëm gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti në Shqipëri janë regjistruar 213 incidente të lidhura me armë zjarri. Televizioni i Katarit nënvizon se zotërimi i palishëm i armëve në Shqipëri dënohet deri në 3 vite burg. Megjithatë, rastet e përdorimit të tyre mbeten ende të larta. Jona e ngjarjes në mediat ndërkombëtare vjen si një tjetër sinjal alarmi për nevojën e forcimit të sigurisë në sistemin e drejtësisë shqiptare.